thjesht nuk ka iniciativë dhe thjesht kur nuk ka dëshirë për zgjedhje president, natyrisht se nuk do të kemi president. Tash çështja unë vazhdoj të besoj atë se është për ta gjetur një fajtor kujdestar. Natyrisht se nuk ishte, jam shumë dakord se nuk ishte shumë e qartë edhe në kërkesat e veta edhe partitë opozitare. Në radhë parë, asnjëna veç nuk i ka 30 deputet që ta bëj kërkesën për zgjedhjet presidentit. E dyta, unë mendoj me sa marrëvesh unë, vetë propozimi i dy kandidatëve, zotit Konjufca dhe Lëvizja Vetëvendosja, ata sa janë 60-63-4 që kanë nënshkruar, ata 66, ata janë konsumu. Unë shikova dhe nënshkrimet thonë janë konsumu 60 gjithsej. Do të thonë nuk diti një tërheqjen, pra kjo punë është bërë kastile, si thot populli, dhe kjo është një taktik, është një dribleri shumë i mirë zoti Kurti, dhe zoti Kurti nuk ka vullnet për zgjedhur president. Do të thonë për mua është kryefajtori, nuk e fshet më për mua fajtori kryesor ka një emër dhe mbiemër quhet Albin Kurti, pa jam nistuar edhe këta. Këta janë shumë të paqartë. Në politikë është dribler. Dhe ai din të ketë avantazh në raport me këta. Sipas jush, vetëm se ai po qeverisë eventualisht mos qeverisë diçka tjetër, nuk po flasim. A do me të përmend raste, populli i Kosovës tani ndodhet në situatë a do me të përmend raste kur partitë kanë pushtet, kanë shumicë dhe ja japin opozitës sa të duash raste, ka në demokraci që ja jep opozitës postin e presidentit. Nuk mundish se Kurti, a u tha një herë, tha nuk ka, dëgjoj, veç një sekond, veç ta shpjegoj. A tha ky Kurt, ky Albin Kurti, tha se nuk do të kemi njëri kryeministri, saktësisht, si të duash, lideri, si ta thosh ti, a tha që nuk do të kemi një lider me librez partije. A është i njëjti Kurti që e nxorri njeriu numër 2. Do të thonë, si mund t'i besoj dikush ati kur i herë thot s'do të kemi njëri partijak, pastaj njëri i partijak. Ato e kanë nxjerrë në momentet fundit kur është afruar para fatit kushtetues. Po pse se kanë nxjerrë një të pavarur, pse ka marrë nga bota akademike një vend atyre dyve? Pse ta forcire? Është për shkak të afërsisë. Po për të mos së zgjedh, jo pra për të mos së zgjedh. Me subjekte tjera politike. Po s'ka më se ai ka qenë, ai ka afërsi 3 herë që ka vizituar dhe krerën në Hag. Ai ka zakonisht me Parti Demokratike, me Lidhjen Demokratike, me subjekte tjera, ndoshta kjo ka qenë arsyeja që ai është numri 2 vetëvendosjes. Opozita nuk e pranon. Prej Albinit deri te kolegja asnjë opozita se pranon. Se s'ka logjik me pranu, pse ai qen ka më mirë se Kurti. Logjika nuk është. Problemi është thjesht nuk ka vullnet. Partia apo të ngjajshme. Pa tha më vetë ai, kështu tha. Kështu. Po edhe presidentët e tjerë? Dakor, a më pse tha? Ky a tha, në momentin nuk që do të ketë parti. President kuptohet që duhet të tërhiqet edhe nga vetë partia. Por, Glau Konjufca është një figurë unifikuese. Po si pas jush për vëvën është unifikuese, për Kurti e tha që opozita do më shumë se mua. Po ajo tallje, sepse ai po ta donte do ta votonte opozita. Na, si mund themi, ai që ka i pranueshëm, po opozita se voton, kur e ka votu. Pra, ato janë vetëm driblime sa për të arritur për gjetur një fajtor kujdestar. Edhe vetë kur po e thoni se 20 minuta shumë, po 20 sekonda fal. Ajo çfarë po mendoj unë që sot kryeministri Kurti krejt qeverinë më dhon, edhe kryetarin e kuvendit opozita nuk ka më pranuar përveç postit presidentit. Pse? Se po mendon që nëpërmjet postit presidentit me kontrollu qeverinë edhe kuvendin, sepse ka mundësi. Qeverisë mundet me kontrollu as kuvendin, presidenti dekreton opozita i dhim sepse nuk do, sepse dekreton gjyqtarët e kushtetuesës. Janë 30 kompetenca që i ushtron presidenti i vendit. Po jo mbi qeverinë, po mbi qeverinë. Po çka ka mbi qeverinë? Hajde ma thuaj një. Nuk mundesh me zgjedh drejtorin e policisë, nuk mundesh me zgjedh drejtorin e artistë. Po veç ato që janë qeveri ato. Ato janë thash qeverisë edhe të kuvendit, të dyja ti përmenda, nuk e thash njënën. Nëse më ke dëgjuar se qeveria ligjet që i ratifikon, nëse nuk i nënshkruan presidenti 2 herë 3 herë, kalon kryetari i kuvendit i nënshkruan. Po si gjithsesi. Prandaj komandanti i FSG-s, kryeprokurori i shtetit, në 5 vjet kemi pas kryeprokuror për çet punë. Janë gjithë kryeprokurorët e gjyqtarët, ambasadorët, konsullt. Prandaj duhet me kuptu që në rast se jepet posti i presidentit, Partisë Demokratike ose Lidhjes Demokratike është një farë check and balance që e ruan në një farë forme pozicionin e kryeministrit prej gabimeve, ose nuk jam miraton të gjitha ato që kryeministri ose kuvendi çon në president. Pikërisht, Rexhepi Lutfi Aziri dje tha që